Për shqiptarët, Serbia nuk është thjesht një kundërshtar sportiv. Kujtimet e ndeshjeve të mëparshme, tensioni në tribuna dhe jashtë fushës e kthejnë këtë duel në një ngjarje me domethënie të thellë, por këtë herë fokusi është e futbolli, me kalendarin që rrëzon ditët njëra pas tjetrës. Ora përballjes mes Shqipërisë dhe Serbisë më 7 qershor në arena kombëtare po afron. Dy kombëtare, dy realitete shumë të ndryshme në prag të kësaj sfide të zjarrt, jo vetëm për domethënien historike që mbart, por edhe për pozicionimin dhe ritmin me të cilin po i afrohen ndeshjes. Kombëtarja shqiptare ka nisur prej 3 ditësh grumbullimin në Durrës, aty ku zakonisht Edi Reja dhe tani Silvinjo ndërtojnë themelet për ndeshje të mëdha. Me një grup lojtarësh tashmë të mbërritur dhe duke pritur vetëm për bashkimin e disa emrave të tjerë që janë ende të impenjuar me klubet, apo dhe atyre të lojtarëve që janë larg si Hasani, Uzuni dhe Mitaj, atmosfera në kampin Kuqezi është serioze, e fokusuar dhe larg çdo zhurme. Seancat janë duke u zhvilluar normalisht dhe synimi është i qartë, përgatitje psikologjike dhe fizike për një sfidë ku çdo detaj mund të bëjë diferencën. Në kontrast të thellë me organizimin dhe ritmin Kuqezi, Serbia ende nuk ka nisur zyrtarisht përgatitjet. Me grumbullimin e parashikuar për ditën e hënë më 2 qershor, përfaqësuesja serbe është ende në mod pushimi. Lojtarët e saj të njohur janë të shpërndarë në përbot duke shijuar ditët e fundit të relaksit përpara impenjimeve me fanellën e përfaqësueses. Një nga shembujt më të qartë është Lazar Samardžić, mesfushori i Atalantës, i cili aktualisht ndodhet në Dubai duke shijuar pushimet me partneren e tij. Pamje të postuara në rrjetet sociale tregojnë se ai, si shumë të tjerë nga kampi serb, janë ende larg çdo angazhimi sportiv. Federata Serbe e Futbollit ka publikuar më herët një listë gjatë paraprake, por pikërisht sot pritet të bëhet publike listë zyrtare e lojtarëve që do të përfaqësojnë Serbinë në ndeshjet e ardhshme, përfshirë dhe sfidën ndaj Shqipërisë. Kjo vonesë në përgatitje mund të jetë pjesë e një strategjie më fleksibël, por gjithsesi i jep kombëtares shqiptare një avantazh të rëndësishëm: kohë dhe përqendrim maksimal.